pyetje e tillë, ky kuadër i madh I ndarjes në bloqe, a ka të bëjë me periudhën pas pavarësisë dhe pikërisht me figurën e Ismail Qemalit? Dhe Ismail Qemali fatkeqësisht ra pre dhe pagoi me jetën e tij këtyre intrigave të pas luftës së dytë botërore, ku në një vit Pas luftës së parë botërore? Pas luftës së parë botërore, më fal, kur hotelmohet në Perugia, në një hotel të saj në momentin kur bëi gati që të pinte në Shqipëri, sepse dihet që Ismail Qemali u larguar në Itali, pa filluar lufta e parë botërore, është procesi I përpjekjeve të tij për të krijuar një aleancë të re turko-bullgare shqiptare me qëllim që në një luftë të re ballkanike të siguronte integritetin e kufive të Shqipërisë. Ai ndoshta nuk e shpjegon mirë tek libri I kujtimeve që sapo doli, sepse disa gjëra nuk thuhet, por kjo lidhet me atë që në histori e quhet Populloti Beqir Grevenes, I cili nuk është trajtuar nga historiografia moniste, sepse ajo kujdeset që ndoshta figura e Ismail Qemali do dëmtojë në këtë imazh I tij, por komploti Beqir Grevenes është pikërisht kjo aleancë shqiptaro-turko-bullgare që do të luftonte kundër serbëve dhe grekëve për të rimarrë tokat shqiptare që ishin pushtuar gjatë luftës së parë ballkanike, ku siç dihet mbetën pas kësaj lufte dhe luftës së dytë konferenca e ambasadorëve në Londër krijoi atë që ne sot e quajmë Shqipëria londineze ose Shqipëria e sotme, që është territori prej 28.748 km². Atëherë në këtë vorbull ngjarjes kemi edhe një personazh të famshëm, të historik, si thush Toptanin. Sa të pash Toptanin. Si lidhet figura në këtë vorbull, domethënë me që përmendë Grebenin, mosoll në mend edhe sa pas Toptanin. Pasi u shkëput nga qeveria e Vlorës në shtator të 1913, pasi ai ka qenë ministri I luftës, vencoi në kabinetin e Ismail Qemalit, ministri I parë të luftës Mehmet Pash Rallën, me një pjesë të pakënaqurish, njerëz politikanë ambicioz, u shkëputën dhe u vendosën në Durrës, ku krijuar në tetor të 1913 pleqësinë e Shqipërisë së Mesme, një qeveri të dytë për Shqipërinë. Dhe këto dy qeveria e Vlorës së Ismail Qemalit, qeveria e Sat Pash Toptanit, funksionuan deri në janar të vitit 1914, kur Komisioni Ndërkombëtar I Kontrollit vendosi të I detyroi të jepni dorëheqjen dhe vendosi që të përgatisë kushtet për të pritur princ vitin I cili vjen në 7 mars të 1914. Por gjatë periudhës së errët, që nuk është ndriçuar mirë të luftës së parë botërore në Shqipëri, pasi hysh në qershortin 1915, Shqipëria nga zona e Vjosës dhe deri në Shkumbin u mbajt në kontroll nga ushtria serbe, e cila ja la për kontroll e Sat Pash Toptanit. Dhe nga Shkumbini dhe pjesa tjetër pastaj ishte në kontrollin e ushtrisë serbe, ndërsa jugu I Shqipërisë, Vjosa dhe deri në Gjirokastër u pushtuan nga italianët, ndërsa grekët u vendosën diku në zonën e Korçës dhe të Kolonjës, ndërsa bullgarët u vendosën në Pogradec. Të gjithë këtë konfiguracion pastaj e prishin përparimi I shpejtë të ushtrisë austro-hungareze, që detyroi serbët të kapitullonin, po kështu dhe malazezët, dhe detyroi dhe bullgarët të rikishin duke marrë kontrollin e Shqipërisë në këtë pjesë në Shqipërinë Veriore dhe të Mesme, deri në vijën Vjos, Berat, Pogradec. Në zonën e Korçës u vendosën trupat franceze që krijuan Krajinë Autonome të Korçës, ndërsa në jug të Shqipërisë forcat italiane, të cilat qëndruan deri në vitin 1920, ku në 2 shtator të 1920-s përfundimisht trupat e shtetit shqiptar, në sajtë asaj që ne e kemi quajtur dhe mua shumë pëlqen ta quaj epopeja e luftës së Vlorës, mbase është defekti im si historian që përdor këtë emër tim, morën në kontroll krajinën e Vlorës dhe të